atëherë ja ku fillojmë ndonjëherë kalentarët në këtë episod tjetër, ku jemi përsëri me histori të vërteta njerëzore. Jam këtu me zotëri, përshëndetje. Përshëndetje. Tani do më thuash profesionin që ke bërë në jetë. Unë kam qenë mjek. Mjek. Për sa vitesh? 40 e ca vjet. Tani 40 e ca vjet mjek është një profesion, po them, sa i bukur po dhe i vështirë, apo jo? Do më tregosh pak ca gjëra nga profesioni jote. Ai është profesion shumë i bukur, shumë i vështirë dhe profesion me emocione. Se këtë bësh, unë kam pas bëj me 2 jetë, me jetën e nanës dhe jetën e fëmijës. Jeta është gjoja më e kushtueshme, më e rëndësishme për njeriu, por dhe me shëndet. Jo gjithmonë puna shkojt vaj, ka dhe komplikacione nga më të ndryshme. Pra, je detyruar si natën e ditën të jesh vigjilent mas punës, mas pacientës, ta ndjekësh atë me hallet e veta. Cila ka qenë, po them, situata më e bukur që ma mbrëm nga puna jote? Diçka që të kujtohet akoma? Tashti jeta ka shumë gjëra dhe varion nga e bukura, shumë e bukura, tek e vështira dhe tek e keqja. Unë mendoj që e bukura e mira nuk ka fund. Po, kur bën një punë, që kam qenë unë kirurg, bën një operacion që në fillim fare mendon shumë dhe ke vështirësi dhe ja arrin qëllimit, nuk ka gjë më të bukur dhe më të mirë. Tani unë shoh ti kur e kujton ato vite më duket edhe për lotësh pak apo jo? Je djali i zgjuar, që është e drejta, edhe ne kena emocione dhe kena më shumë. Faktikisht, disa herë kam qarë. Megjithëse deshe një rast interesant, në kohën tonë nuk kishim kaq shumë mjete sa kanë të shokët, ose kolegët e mi. Ishte një lindje e vështirë dhe për ta nxjerrë fëmin, kokën e fëmijës, përdorësh një vegël e vështirë që quhesh forceps. Edhe mu vonë, është e vështirë, më vonë eksaktë, dhe me e tërheq, po është shumë e vështirë. Kisha në gjuar që pararës të mi, ju këshin hap ato, dhe ishin dalë branqet pa kokën e fëmijës edhe ishte përplas në mur 2-3 metra më largë. E këra në tokë pa ndjenja. Në një rast, një fëmijë madhë edhe një gru e madhe fatikisht, fëmija lindi mbi 4 kg, i bura forcepsun e tërhisha, jo, kam qenë i dopët, më i dopët se ty unë. Nuk lëviz. E ne fillon me thonë, që fatemi nënë që mbane, që mora këtë profesion. Por fatikisht, fatminësia është, dhe këtu kom qarë, të nëzora shumë mirë. A dikush i dha kënaqësin, kur fëmija lindi dhe qau. Pra ne qamjen e fëmis, e kemi për sukses. Ose e kishim për sukses. E kupto? Jo e qara gjithmonë është e keqja, ha? Jo, ka dhe qare që janë të mira. Jo, kjo. Se njeriu qapri halli. Tani, ti mendon që te profesioni jot ka dhe ndim nga Zoti, po them, me që më tregove një rast tillë? Unë besoj. E ke ndjerë tek puna që ke bërë? E kam ndjerë tek jeta ime. Kjo është e kështume. Unë besoj. Ti mendon që jeta vetë me ty ka qenë e drejtë apo jo? Kam pas probleme në jetë, në fëmini. Mu baba më kalon 3 muesh. Babën e kam pas partizan, e kam dëshmor. Ka rrit vetëm nona. Ajo ka rritur, më ka ushqyer dhe më ka bërë me shkollë. Ka sakrifikuar për mu.
A ishte vështirë, po them, të rritesh në një familje pa e patur figurën atërore, e ke ndjerë mungesën? Shumë. Unë e ndi dhe sot, se ti tu të Normal, normal. A di si më thot, djali tim, ti nuk ke shemull babe, më thot. Po unë kam ty. Kjo për ty duhet të jetë një krenari, apo jo? Ja, krenari. Kjo është që të përlotësh herë pas here. Prindi është gjoj shumë e madhe. Tani, ti besoj jetën tënde ja di shpërblim madh, mamas tënde, apo jo, se të ka rritur e vetë. Të gjitha meritet ja dedikojnë nënës tim. Ka qenë vështirë për ato? Mendoj që ka qenë vështirë? Shumë e vështirë. Ana ekonomike ka qenë e dobët. Tash deri në 46 unë kam pas dhe gjyshin. Gjyshi ka qenë i pasur. Ti gjyshi dhe në 51 familje e madhe, ka një familje shumë e madhe, u shpërndar dhe unë meta vetëm e nënën. Dhe nga 51 vetëm ajo. Ishte pa shkollë. Ajo ti e kishe qef shkollën. Kur unë shkova klasë parë, edhe ajo futën klasë parë në shkollën për analfabetizëm. Deri klasë të retë kemi qenë të dy zanës të mija. Aja bote mas dita, unë e boja mjesë. U smu nga kamba dhe e la. Po edhe mësoj me shkru e me lexu pak. Pra ti vazhdove një rrugë, që vazhdove u bëre shkollë, u bëre dhe doktor, dhe besoj a ktheve. Atë në mënyrë tënde e shpërbleve. Nonës, Patjetër. jam përpjekur. Po asnjë mos pretendoj se mund t'ja shpërblej nonës që të ka bërë dhe ka bërë gjithçka për ty. Faktikisht edhe sot, unë njëherë muj i qoj lule tek varri i saj. Dhe e kujtoj me mallë shumë të madh. Çfarë është diçka që doja thoje, po them, nëse do kisha edhe një herë mundësinë, ti thoje diçka të fundit. Nonës. Kjo se ka botë tjetër. I thom, ta kaloj si mretresh. Unë të falenderoj shumë për këtë rrëfim tënd. Faleminderit. Tani jam këtu me një tjetër zotëri. Përshëndetje. Përshëndetje. Tani, të takova rrugë, të thash do të na lë për intervistë, më duke interesant. Do Faleminderit. të tregosh pak nga dita jote. Si Faleminderit. është jeta jote, si vazhdon dita, si e fillon, si vazhdon dita jote. Faleminderit. Tash unë jam nga Librazhi. Banoj në Tiranë, kam 30 vjet i kam ardhur në Tiranë. Edhe nga ike që kom ik nga fshati dhe dem sot bëj një jetë, më thënë, normale. Jetë për moshën, për mu, kom një knajsi shumë të madhe. Kam 8 kalamoj, Ti ke shmeje. 5 djemë 3 goca, janë shpërnda, fëmijët i kam gjithë jashtë shtetit, edhe jam vetëm me plakën aty. Po bëj një jetë, kur të them normale, me jetën e fshatit që kam pas bën dikur, kemi ndryshim shumë të madh. Se tash ndryshimi ndryshon nga vetë vendi ku je, ashtu ishte fshati, ashtu ishin të gjithë, kështu është qyteti, e do jetoj si gjithë tjerët, por jetesa bëhet edhe si mundësi, që të ke mundësi, si të vinë puna. Unë për vetë teme jam i kënaqur nga fëmijët e mi, më kanë ndihmuar më shumë mirë. Edhe kështu që unë bëj një jetë normale, një pleqëri, një fjalë të pa bezdishme, të pa mërzishme, se pleqëria nuk e patëm ditë edhe nuk e dim se si vjen edhe se si mund të jetë. Unë më pare bëjë rrugën pa si përshtypje fare, kishë i rrugë e shtëpia atje, e ne bëjë 2 herë në ditët nga shtëpia ime në Librazh 2 orë rrugë, pa lodhje. Sot kam 50 metra rrugë, ma uzina traktorë që kam shtëpinë e tek e shtëpia ime, a që është ja 50 metra që malore, dhe në lojë 2 herë në rrugët, sepse mosha po në punë e vetë. Përnaj që unë duhet të din të rritë, mosha juj, të din të vlerësojnë vetën e vetë, më thonë se ku jonë, edhe të mendojnë se ku do shkojnë. Tani ti më the që i ke 8 fëmijë dhe të gjithë janë jashtë, apo jo? Pa. A është një lloj dhimbje, po them, ky emigracioni të vret pak që nuk i ke fëmijët këtu afër? Dhe jo.
Emigracioni ka qenë edhe më përpara kohës, më thonë para çlirimit të gjithë kohës, na kanë treguar baballarët, na kanë treguar njerëz të tjerë. Por kohët e fundit emigracioni, siç e dim gjithë, u myll, u blloku për disa vitesh. Ka të mirat e veta. Ka mi fjalë bekatit e veta se emigracioni të bën edhe të mësosh, edhe të dish, edhe të fitosh, të jep mundësitë. Po ka dhe i gjonë, më thonë, negative që ka shumë të keqe për prindrit. Se kur i ke fëmijët larg, kur i ke fëmijët largu, kur i ke ato që nuk i ke aty, është një fjalë jetesë jo e mirë, jo e kënaqshme. Se mirësia në këtë botë, që themi na muslimanët, kuptoti, është vëllazëria, bashkimi, shoqënia, një fjalë bashkëjetësia me njerëzit e me komshitë e me shokët, e të kalojsh mirë, po kur si ke fëmijët, kur si ke këta, kjo është një mungesë. Po me gjithë ato, kështu i ka ardhur koha, s'ke që e bunë se është e përgjithshme, nuk është vetëm për mu, të gjithë fëmijët largu janë, ku të pyesish, ku të thush, kanë me vetëm pleqë shtëpi, po ka pleqë dhe pleqë që i kanë gjetë në shtëpi të vdekur, i kanë gjetë vdekur, kanë lajmëruar, kanë marrë erë në pallat, nuk kanë pyetur fëmijët për ta. Nësa unë i ka dashur Zoti, më kanë nitë fëmijët pranë shumë. Më kanë majtë jashtë mase, më kanë lejmuar pa kufi. Edhe kështu që unë jetën të me boj ngërëm në mes, ha buk, mi fjalë ngërëm nga ora 9 su, edhe përkatitem për të tërë në xhami, se frekuntoj xhamin çdo ditë. Je besimtar i rregullt, Po, fe musliman. ashtu do Zoti, inshallah më ka thonë, edhe kështu që vi çdo ditë, edhe kaloj kohën, se në shtëpi tërë ditën nuk rrihet aty. Edhe njifem me shokën, njifem ja tekstorisht, tash u pa me ju, ku vendojnë flasim, ti mjepi diturisë sa do t'i të rosh, po një ju për ditë që të rojnë, për ditë mëson nga i Allah. Patjetër. Edhe kështu që, dhe marroj një fjalë namazin e drekës këtu, vetë në shtëpi, ha drekën, flej gjumja i orë, ose i orë e gjysë, ose ka njerën edhe nuk më zej gjumi, përgatitem për darkën, falë namazet si mas rritin, mas asaj që ko mund. Kjo është një ditë për mund me fjalë monotone quhet, jo që përdej se unë e kom të përditshme. Edhe bëj një jetë, paka shumë, normale, të mirë. Kam dhomën teme, gruaja naja jeton, jemi 84 vjeç, moshatar jemi të dy, aja ka dhomën e vetë, mu kam dhomën teme, të kompletu me dhomën me gjithë ata që më duhen, kompjutrin, televizorin, frigoriferin, bajën e kom mrena, të gjitha me fjalë i kom konditat. Ke një jetë mirë. Të jashtëzakonshme, sepse unë i kam qenë lutë se të klasë edhe për besimin, tash çdo njeri e ka i besim vetë vete. Patjetër. Kush është i krishterë, kush është i musliman, kush është i fe tjetër, por unë i kam lutë Allahut, që është në femërni, që është i vogël, o Zoti kam thonë, mjep mirësi në pleqni, se kur jam i ri, i përballoj, edhe kam mundësi, se i kam rritë 8 fëmijë, me thonë e di vetëm unë, se si se qysh se 38 fëmijë, po i kam rritë gjendje të mira, ashtu mu kam ndihmu Allahu, se kam pasi kushenin tem jashtë shtetit, po të di qysh nga viti 1920, ai çdo vit më çonte një rrogë. Një rrogë merje 8500 lekë merren në punë, atje edhe ai një rrogë më plotësonte me fjalë çdo vit. E kishte këto, me këto rrita fëmijët, i majta. Edhe fëmijët të mundu më kanë damë, më kanë ndihmuar, më kanë majtë jashtëzakonisht, jashtë mase. Edhe këtë lutje që kërkova, që më jepi mirësi pleqni, po them me drejtë që ma plotësoi Allahu dëshirën edhe më ka dhënë. Jo mjaft në honi kënaqur, pavarësisht se fëmijët vënë vit, po flas për natë telefon, pa ta ikin, rrinë një muaj, 2 muaj, vinë prap, ikin prap. Edhe kjo është jeta ime, një fjalë normale. Tash çfarë mund të them gjyshi ju, që që doni për me e tjetër, unë kaq është horizonti i gjyshit. Shiko, ti më kënaqe me të gjitha ato që the, edhe një pyetje të fundit do Po. kisha. Çfarë do të thënë për ty ti je i lumtur në jetë? Tash jeta është e shkurtër. Nuk është shumë e gjatë. Me rru, unë jam 84 vjeç po boj, po ku të shkoj mo? E pres me ditë, e pres me orë, me sekonda, me minuta. Tash kënaqësia është një herë në atë parë kur ke shëndetin. Po pa të shëndetin të mirë, të hecish me kam tujat, ti përgjigjesh vetë me fjalë shërbimet të trupit tënë, kjo është një kënaqësi edhe është një zemjë lëmtëri. Se ka mundësi që
ka pleq, janë të smur, duan shërbim, duan të rrishke koka në atë ditë. Ne dhe të shi Zotit nuk na ka thonë këto, dhe kjo është i kënaqësi e veçantë. Për moshën e tretë jemi na. Tash kujtun çfarë mund të themi që Unë mbetet të falenderoj shumë për këtë rrëfim tëndin dhe ishte kënaqësi të takova dhe për gjitha do im the. Ándale.